Ajo u zgjua e vetme dhe e frikësuar, pa e ditur pse ema nuk ishte kthyer në shtëpi. Ai e ndihmoi vajzën dhe ajo që dukej thjesht një e papritur, zbulon sekrete të panumërta e të dhimbshme. Dhe teksa rigjen atë që kishte humbur, e kaluara kërkon një çmim tepër të lartë për t'u shpërfillur. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Tani, vazhdojmë. Në orën 6:45 të mëngjesit, celulari vibroi mbi banakun e mermert si një paralajmërim që çau heshtjen. Artan Hoxha ishte në pistën e vrapit në palestrën private të apartamentit të tij luksos në Tiranë, me djersën që I rrifte në ballë dhe kufjet në vesh, kur pa emrin e së bijës të ndriçonte ekranin. Besa. 8 vjeçe. Ajo nuk I telefononte kur në atë orë. Zemra nisi t'i rrite fort ende pa ju përgjigjur. Fshiu duart me peshqir, hoqi kufjet dhe rëshiti gishtin mbi ekran. Zëri që doli nga ana tjetër nuk ishte zëri I gëzuar që zakonisht I kërkonte ta merrte nga shkolla apo I tregonte për provimin e matematikës. Ishte një zë që dridhej, I mbytur, I ngarkuar me një frikë shumë të madhe për të zënë vend në një trup kaq të vogël. Babi, mami nuk është kthyer në shtëpi. Artani ndjeu se po ikte toka nën këmbë. Fiku pistën me një lëvizje të prerë duke humbur gati ekuilibrin. Besa po qante në anën tjetër të linjës duke u përpjekur të fliste mes dënesave duke shpjeguar se ema kishte dalë një natë më parë duke I thënë se do të kthehej shpejt, se ishte vetëm një dalje e shkurtër, por ora kishte kaluar mes natën, kishte kaluar 1 e mëngjesit dhe ajo nuk ishte kthyer. Vajza ishte në shtëpinë e Teto Luljes, fqinja e apartamentit ngjitur, një pensioniste që e kishte strehuar kur Besa I kishte trokitur në derë në mes të natës, duke qarë e duke u dridhur. Artani u përpoq ta mbante zërin të qëndrueshëm, por për brenda po shkërmoqej. I tha së bijës se po vinte menjëherë, se gjithçka do të shkonte mirë, se mami duhet të kishte pasur ndonjë të papritur. Por ndërsa fliste, një ndjenjë e keqe I rritej në gjoks. Fiona, ish gruaja e tij, nuk do ta bënte kurrë këtë. Kur nuk do ta linte Besën vetëm gjithë natën. Diçka nuk shkonte. E mbylli telefonin, e futi celularin në xhepin e pantallonave të shkurtra dhe shkoi drejt në dhomën e gjumit. U ndërrua në më pak se 3 minuta, mori çelsat e bëmës dhe doli nga apartamenti me zemrën që I rrite fort në gjoks. Rrugët e Tiranës ishin ende bosh atë mëngjes të diele dhe, ndërsa I jepte makinës në drejtim të lagjes komuna e Parisit, ku Fiona jetonte me të bijën, Artani e gjeti veten të zhytur në kujtime që ishte përpjekur t'i varroste prej 3 vitesh. Divorci nuk kishte qenë një shpërthim. Kishte qenë një gërryrje e ngadaltë, e heshtur, e dhimbshme. Kishin qenë të lumtur dikur, shumë kohë më parë, kur Artani ishte ende një biznesmen në ngjitje, duke punuar fort për të ndërtuar rrjetin e palestrave luksoze që sot e bënin milioner. Fiona ishte pranë tij, shtatzën me Besën, duke ëndërruar për një familje të lumtur, me fundjava në park, darka në shtëpi, përralla para gjumit. Por suksesi kishte pasur një çmim. Artani filloi të punonte 12-14 orë në ditë. Mbledhje, udhëtime, inaugurime, evente. Ai mendonte se po bënte gjithçka për ato, se t'u jepte rehati dhe siguri ishte e njëjta gjë si t'u jepte dashuri. Fiona e mbajti shtëpinë vetëm. U kujdes për Besën vetëm. Pritit vetëm. Dhe kur nuk duroi dot më të priste, kërkoi divorcin. Artani nuk kishte luftuar. Nuk ishte lutur. Kishte firmosur letrat, kishte rregulluar pensionin ushqimor dhe kishte vazhduar përpara, I bindur se ishte më e mira për të gjithë. Por tani, duke I dhënë makinës nëpër rrugët e shkreta të Tiranës, ai kuptoi se I kishte gënjur vetes gjatë gjithë kohës. Ai kur nuk kishte vazhduar përpara. Ai vetëm kishte bërë sikur. Mbërriti te pallati I Fionës 20 minuta më vonë. Ishte një pallat I vjetër, 4 katësh, pa portier, me bojën që po I binte nga muret. Artani I ngjiti shkallët me vrap, trokiti në derën e apartamentit ngjitur dhe Teto Lulja e hapi pothuajse menjëherë, sikur po priste. Ajo ishte një zonjë rreth të 70-tave, me flokë të bardhë të mbledhur topuz, me një përparse me lule, me një vështrim të lodhur por mikpritës. Besa ishte ulur në divanin e sallonit, e përqafuar me një arush pelushi të vjetruar që Artani ja kishte dhuruar vite më parë, në një nga përpjekjet e shumta për të kompensuar mungesën me dhurata. Kur vajza pa të atin, vrapoi dhe ju hodh në krah, duke dënesur me zë të lartë, duke ju kapur pas këmishës sikur edhe ai do të zhdukej. Babi, ku është ajo? Ku është mami?
Artani e përqafoi fort të bien duke ndjerë gjoksin t'i shtrëngoi. Nuk dinte çfarë t'i përgjigjej. Nuk dinte çfarë të bënte. Dinte vetëm se duhej ta gjente Fionën dhe shpejt. Teto Lulja bëri një kafe dhe i tregoi çfarë dinte. Një natë më parë, rreth orës 9, një burr ishte shfaqur në derën e apartamentit të Fionës. Ishte i veshur mirë, me kostum të errët, por kishte një pamje të zymt, një prani të rëndë. Teto Lulja e kishte dëgjuar bisedën nga korridori. Burri tha diçka për afatin e skaduar për ta zgjidhur një herë e mirë. Fiona ishte zbehur, kishte filluar të ecte sa ande i këtej, duke ngacmuar celularin, nervoze. Gjysmë ore më vonë, ajo u bë gati me nxitim, me një fustan të errët, taka të larta, parfum të fortë dhe doli me atë burr. E la besën vetëm. Artani ndjeu zemërimin t'i ngjitej në fyt. Si e kishte bërë Fiona këtë? Si e kishte lënë të bien vetëm në mes të natës? Por në të njëjtën kohë, ai e dinte se Fiona nuk do ta bënte kurrë këtë pa një arsye shumë të rëndë. Ajo e donte besën mbi gjithçka. Nëse kishte dalë në atë mënyrë, ishte sepse kishte frikë. Frikë nga çfarë? Nga kush? Ai falenderoi Teto Luljen, mori besën në krah dhe shkoi në apartamentin e Fionës. Kishte një çelës rezervë, të ruajtur që nga divorci, që nuk e kishte përdorur kurrë. Hapi derën dhe hyri, duke ndjerë një shtrëngim në gjoks kur pa gjendjen e vendit. Apartamenti ishte i vogël, një dhomë e kuzhinë, aneks, banje e vogël. Por nuk ishte madhësia që të trondiste. Ishte braktisja. Një llambë e djegur në korridor. Një njollë lagështie në tavanin e sallonit, shenjë rrjedhjeje. Tela elektrik të ekspozuar pas frigoriferit. Mobilje të vjetra, të konsumuara, që e mbanin dinjitetin në limit. Artani pa përreth dhe ndjeu një turp të thellë. Si nuk e kishte parë këtë më parë? Si e kishte lënë nënën e vajzës së tij të jetonte në atë mënyrë? Besa kërkoi të bënte dush. Artani e ndihmoi, i përgatiti rroba të pastra, i bëri një mëngjes të improvizuar me çfarë kishte në frigorifer. Ai nuk dinte të gatuante, nuk i ishte dashur kurrë, por ja doli si mundi. Bëri pankeka që dolën të shtrembra, të djegura anash, por Besa i hëngri gjithsesi në heshtje, duke luajtur me pirunin, duke parë pjatën me një trishtim që të thyente zemrën. Pa pritur, ajo ngriti syt dhe bëri pyetjen që Artani nuk e priste. Babi, pse u ndat ju? Ai u mbyt në pështym. Si ti shpjegoje një fëmijë 8 vjeç se të rriturit gabojnë, se lëndohen, se zgjedhin rrugën e gabuar? U ul pranë saj, i kapi dorën e vogël dhe foli me kujdes. Besa, ndonjëherë njerëzit duhen, por nuk arrin të jetojnë bashkë. Babi dhe mami yt janë dashur shumë, por u humbëm rrugës. Unë punoja shumë, mami yt mbetej vetëm, dhe ne pushuam së kuptuari njëri tjetrin. Nuk ishte faji askujt. Ishte thjesht trishtim. Vajza qëndroi në heshtje për një moment duke e përpunuar. Pastaj bëri pyetjen që i dhemte edhe më shumë. A e do akoma mamin? Artani ndjeu se po i merrej fryma. Pa të bien, ata sy të mëdhenj e të friksuar, dhe kuptoi se nuk kishte kuptim të gënjente. Jo asaj. Jo vetes. E dua, Besa. E dua mamin tënë. Dhe kur nuk kam pushuar së dashuri. Besa filloi të qante përsëri, por këtë herë ishte një e qarë ndryshe, një e qarë lehtësimi e përzier me faj. Atëherë ishte faji im, babi. Mami po vuan për shkakun tim. Unë kërkoj shumë gjëra në shkollë, materiale të shtrenjta, uniform të re, dhe ajo shqetësohet. E dëgjoj duke qarë në dhomë natën. Ajo mendon se nuk e dëgjoj, por unë e dëgjoj. Artani ndjeu gjoksin t'i shpërthente. E përqafoi fort të bien duke i përshpëritur se asgjë nuk ishte faji i saj, se ajo ishte gjëja më e rëndësishme në botë, se problemet e të rriturve nuk ishin përgjegjësi e fëmijëve. Por për brenda, ai po shkërmoqej. Besa kishte mësuar të fajsonte veten për gabimet e prindërve. Kishte mësuar të gëlltiste lotët për të mos u bërë barë. Kishte mësuar të ishte e rritur para kohe. Pasi Besa u qetësua, Artani e la përsëri me Teto Luljen dhe doli të kërkonte Fionën. I duheshin të dhëna. Duhej të kuptonte çfarë po ndodhte. U kthye në apartament dhe filloi të kontrollonte gjithçka. Hapi sirtar, dollap, pa nën krevat, brenda garderobës. Dhe ishte në komodinën e dhomës së gjumit që e gjeti. Një zarf plot me fatura të prapambetura.
Fatura të skaduara prej muajsh. Njoftime për ndërprerje të dritave të ujit. Kërkesa pagese nga karta e kreditit me kamata absurde. Dhe një blok i vogël me kapak blu plot me shënime nervoze. Kredi. Afati i fundit. 3.000. 5.000. 10.000. Sa më shumë lexonte, aq më shumë i fundosej zemra. Fiona ishte zhytur në borxhe. Shumë e zhytur në borxhe. Dhe kishte kërkuar ndihmë të dikush që nuk duhej. Artani u kthye në sallon, u ul në divan dhe kaloi dorën nëpër fytyrë, duke u përpjekur të mendonte. Burri me kostum që ishte shfaqur një natë më parë. Shënimet për afatin e fundit. Fiona që dilte nervoze, e veshur sikur po shkonte në një takim të rëndësishëm, por me frikë në sy. Gjithçka filloi të merrte kuptim në një mënyrë të tmerrshme. Ajo kishte marrë para hua. Nuk kishte arritur t'i paguante. Dhe tani po paguante në një mënyrë tjetër. Artani ndjeu zemërimin të kthehej, por këtë herë nuk ishte zemërim me të. Ishte zemërim me veten. Ai kishte gjithçka. Para me tepri. Mund ta kishte ndihmuar. Mund ta kishte pyetur. Mund të kishte qenë i pranishëm. Por krenaria kishte qenë më e madhe. Krenaria e të dyve. Fiona kishte shumë krenari për të kërkuar ndihmë. Dhe ai kishte shumë krenari për t'ia ofruar. Mori celularin dhe i telefonoi Fionës. Kuti postare. I telefonoi përsëri. Kuti postare. I telefonoi 10 herë. Asgjë. Doli nga apartamenti dhe shkoi në vendin e punës së Fionës, një dyqan rrobash për femra në qendrën tregtare të Ege. Menaxherja, një grua rreth të 50-tave e quajtur Sonila, konfirmoi atë që ai tashmë e imagjinonte. Fiona nuk ishte paraqitur në punë. Dhe nuk ishte tipi i saj të mungonte pa lajmëruar. Ajo ishte e çuditshme javët e fundit, tha Sonila, duke kryqëzuar krahët dhe duke parë Artanin me shqetësim. Më e dobët, më nervoze. Kërkoi paradhënie 2 herë. Dhe të premten, pas një telefonate, ajo vrapoi në banjë dhe qëndroi atje duke qarë për gjysmë ore. E pyeta nëse ishte gjithçka në rregull, por ajo tha po. Por unë e dija që nuk ishte. Artani e falenderoi dhe doli nga qendra tregtare me gjoksin të shtrënguar. Fiona po vuante vetëm. Dhe ai nuk e kishte parë. Nuk e kishte kuptuar. Sepse ishte shumë i zënë duke ndërtuar perandori dhe duke harruar se e vetmja gjë që kishte rëndësi po shkërmoqej para syve të tij. Kaloi pjesën tjetër të mëngjesit duke shkuar në vende që ata frekuentonin kur ishin ende të martuar. Fura e bukës ku hanin mëngjes të dielave. Parku ku çonin besën për të luajtur. Kinemaja ku pan filmin e parë së bashku. Por gjithçka që gjeti ishin jehona të një të kaluare që nuk kthehej më. Deri kur, në mes të pasdites, hyri në një bar modest në blok, një vend i vogël dhe i thjesht ku Fiona shkonte ndonjëherë për të pirë një lëng frutash pas pune. I zoti, një burr i shëndosh dhe simpatik i quajtur Xhap Ali, e njohu Artanin menjëherë. Ti je ish burri i Fionës, apo jo? E kam parë ti tregoj besës foton tënde këtu. Artani ndjeu një nyj në fy. Fiona ende i tregonte fotot e tij të bijës. Ende fliste për të. Ende e kujtonte. Xhap Ali, a kaloi këtu mbrëm? I zoti i barit pohoi me kokë, por fytyra e tij u bë serioze. Kaloi, po. Aty nga ora 9:30. Hyri nervoze, u ul atje në fund, por ositi vetëm ujë. Luante me celularin gjatë gjithë kohës, shikonte nga dera, dukej sikur po priste dikë. Pastaj erdhi një djalë me kostum, i veshur mirë, por me një fytyrë që nuk më pëlqeu fare. Biseduan, ajo filloi të qante, ai ngriti zërin. Në fund, ajo doli me të. Por nuk dukej se shkoi me dëshirë, jo. Dukej sikur shkoi sepse nuk kishte zgjidhje tjetër. Artani ndjeu gjakun t'i ngri. Faleminderit, Xhap Ali. Diçka tjetër që të kujtohet? Ndonjë detaj? I zoti i barit hezitoi, pastaj shkoi te banaku dhe u kthye me një letër të zhubravitur. I shënova targën e makinës. Mu duke çuditshme e gjithë situata, e di? Mendova se mund të ishte e dobishme. Artani mori letrën dhe lexoi sekuencën e shkronjave dhe numrave. Ndjeu një mirënjohje të pamas për atë burr të thjeshtë që i kishte kushtuar vëmendje kur askush tjetër nuk e bënte.
mund t'ja kesh shpëtuar jetën, gja pali. I Zoti i barit i dha një buzëqeshje të trisht. Uroj të jetë kështu, biri im. Uroj të jetë kështu. Artani doli nga bari me një provë konkrete në dorë. I telefonoi një miku me ndikim, dikujt që njihte njerëz që njihnin njerëz, dikujt që e dinte si funksiononte bota kur ligji vononte shumë. I dha targën e makinës dhe priti. Gjysmë ore më vonë, telefoni ra. Artan, kjo makinë i përket një kompanie për mbarimi. Por nuk është nga ato zyrtaret, e di? Është një kompani fasad. Ata ofrojnë kredi të lehta për njerëz të dëshpëruar, vën kamata absurde, dhe kur personi nuk paguan, ata e marrin borxhin në mënyra të tjera. Artani ndjeu stomakun t'i përdridhej. Në ç'mënyrë? Në mënyrën që po e imagjinon. E mbylli telefonin dhe mbeti në mes të trotuarit, duke ndjerë peshën e botës t'i binte mbi supe. Fiona ishte në duart e atyre njerëzve. Dhe ai duhej ta nxirrte prej andej. Shpejt. Arriti të gjente adresën e asaj kompanie. Një zyrë e vogël në një zonë tregtare në zonën e freskut, në një ndërtesë të vjetër dhe të keqmbajtur. Artani ngjiti shkallët, trokiti në derë dhe hyri pa pritur përgjigje. Kishte një burr të ulur pas një tavoline, duke shtypur në kompjuter. Ai ngriti syt, pa Artanin dhe buzëqeshi. Një buzëqeshje e ftohtë, e llogaritur, e dikujt që ishte mësuar të merrej me dëshpërimin. Mund t'ju ndihmoj? Artani bëri një hap përpara, duke kontrolluar zemërimin. Po kërkoi Fiona Dervishin. Ajo ju detyrohet para. Kam ardhur të paguaj. Burri anoi kokën, ende duke buzëqeshur. Ah, Fiona. Sigurisht. Por afati ka kaluar. Tani ajo po na ofron shërbime derisa të shlyej borxhin. Është një marrëveshje e drejtë. Artani shtrëngoi grushtet. Sa i detyrohet? Burri hapi një dosje, bëri sikur po konsultonte numrat dhe pastaj tha një vlerë absurde, të fryrë nga kamatat abuzive dhe tarifat e shpikura. Artani nuk lëvizi qepallën. E paguaj. Tani. Por e dua atë mbrapsht me njëherë. Burri u mbështet në karrige, kryqëzoi gishtat dhe e pa Artanin me atë buzëqeshje që nuk i arrinte në sy. Nuk është kaq e thjeshtë. Ne kemi rregulla. Procedura. Parat tuaja janë të mirë pritura, por Fionës do t'i duhet të mbaroj turnin e sotëm. Nesër është e lirë. Artani i ra me grusht tavolinës, duke e bërë burrin të hidhej në karrige. Nuk kam ardhur këtu të negocioj. Kam ardhur të marr nënën e vajzës sime. Dhe do të dal prej këtu me të, në një mënyrë apo në një tjetër. Burri i humbi buzëqeshja. E pa Artanin për një moment të gjatë, duke e vlerësuar, duke e matur. Pastaj pshertiu, mori telefonin dhe bëri një telefonat të shpejtë. Në rregull. Mund të shkosh ta marrësh. Por do të shkosh vetëm. Dhe mos bëj pyetje. U kuptuam? Artani pohoi me kokë. Burri shkaraviti një adresë në një letër dhe ia dha. Është një magazin në zonën industriale. Ajo është atje. Artani mori letrën dhe doli pa parë prapa. Hipën në makinë, vendosi adresën në GPS dhe u nis, me zemrën që i rrite aq fort sa dukej se do t'i shpërthente. Zona industriale ishte në rrethinat e Tiranës, në zonën industriale të Vorës, një rajon i harruar ku magazina të braktisura ndanin hapësirën me fabrika që punonin me turne natë. Artani i dha makinës për më shumë se 40 minuta, duke ndjekur udhëzimet e GPS-it, derisa arriti në një grup ndërtesash të ulta dhe pa jetë. Adresa që i kishte dhënë burri të çonte në një magazin në fund të një rruge të ngushtë, të rrethuar me mure të lartë dhe një tabelë të shuar që nuk thoshte asgjë. Artani e parkoi makinën disa metra larg dhe qëndroi aty për një moment, duke u përpjekur të kontrollonte frymëmarrjen. Çfarë do të gjente atje brenda? Në ç'gjendje do të ishte Fiona? Imagjinata filloi të krijonte skenar gjithnjë e më të këqij, dhe ju desh të mbyllte sytë dhe të detyronte veten të mendonte qartë. Nuk kishte kuptim të dëshpërohej. Duhej të ishte i fortë. Për të. Për Besën. Për të gjithë ata. Doli nga makina dhe eci drejt derës së magazinës. Kishte një roje sigurie në hyrje, një burr i stërmadh me krah të kryqëzuar dhe shprehje të mërzitur. Artani i tregoi letrën me adresën dhe roja thjesht pohoi me kokë, duke hapur derën pa thënë asnjë fjalë.
Brenda, realiteti ishte më i keq se sa Artani e kishte imagjinuar. Magazina ishte shndërruar në një lloj lokali nate të improvizuar, me drita me ngjyra, muzikë të lartë dhe një bar në fund. Kishte tavolina të shpërndara nëpër sallë, ku burra me kostume dhe kravata pinin dhe qeshnin me zë të lartë, të shërbyer nga gra me rroba të ngushta dhe buzëqeshje të detyruara. Ajri ishte i ngarkuar me tymë cigaresh, parfum të lirë dhe një atmosferë dëshpërimi të maskuar keq. Artani ndjeu stomakun ti përdridhej. Ky nuk ishte një vend pune. Ishte një vend ku dobësitë shfrytëzoheshin, ku dignitetet bliheshin dhe shiteshin, ku njerëz të dëshpëruar fundoseshin gjithnjë e më shumë për të provuar të mbijetonin. Dhe Fiona ishte aty. Ai e pa në anën tjetër të sallës. Ajo po shërbente pije në një tavolinë plot me burra që qeshnin me zë të lartë dhe bënin komente që Artani nuk arrinte t'i dëgjonte, por mund t'i imagjinonte. Fiona mbante veshur një fustan të zi të shkurtër që nuk do ta vishte kurrë me dëshirë, taka të larta, grim të rënd që nuk ja fshinte sytë e enjtur nga të qarat. Ajo mbante tabakan me duar që i dridheshin, duke detyruar një buzëqeshje që nuk i arrinte as afër syve. Artani bëri një hap përpara, por ndaloi. Nëse hynte aty duke bërë skandal, mund t'i përkeqësonte gjërat. Duhej të ishte i zgjuar. Pritit derisa ajo mbaroi së shërbyeri tavolinën dhe u kthye për të shkuar te bari. Atëherë ajo e pa. Sytë e tyre u takuan në anën tjetër të sallës dhe për një sekond bota ndaloi. Fiona mbeti e paralizuar, tabakaja gati sa nuk i rëshiti nga duar. Fytyra e saj kaloi nëpër një sekuencë të shpejtë emocionesh. Befasi, lehtësim dhe pastaj turp. Një turp i thellë, dërmues që e bëri të shmangte vështrimin dhe të përpiqej të fshihej pas banakut. Por Artani tashmë po ecte në drejtim të saj. Kaloi sallën duke injoruar vështrimet kurioztare, duke injoruar muzikën e lartë, duke injoruar gjithçka që nuk ishte të arrinte tek ajo. Kur më në fund u gjend ballë për ballë me Fionën, asaj i rridhnin lot nëpër fytyrë. Duke i prishur grimin dhe zëri i saj doli si një pëshpërim e dëshpëruar. Ik, Artan. Për hir të Zotit, ik. Ai tundi kokën. Jo pa ty Fiona pa përreth, pa një nga rojet e sigurisë që po afrohej, dhe e tërhoqi Artanin në një cep më të largët, larg vështrimeve dhe veshëve kurioztar. Kur më në fund arriti të fliste, zëri i saj doli në një përzierje zemërimi dhe dëshpërimi. Nuk duhej të vije këtu. Nuk kam nevojë për ndihmën tënde. I zgjidh vetë problemet e mia. Artani ndjeu zemërimin t'i ngjitej, por nuk ishte zemërim me të. Ishte zemërim me situatën, me padrejtësinë, me botën që e kishte shtyr Fionën deri aty. Ai e kapi nga supet me vendosmëri, duke e detyruar ta shikonte në sy. Fiona, besa e kaloi gjithë natën zgjuar duke të pritur. I trokiti në derë teto luljes në mes të natës, duke qarë, me frikën se nuk do të ktheheshe më kurrë. Vërtet mendon se mund ta zgjidhësh këtë vetëm? Fytyra e Fionës u shkërmoq. Mbuloi fytyrën me duar dhe filloi të dënesë, i gjithë trupi i dridhej. Artani e tërhoqi në një përqafim, duke e mbajtur fort ndërsa ajo shpërthente, vite dhimbjeje dhe vetmie më në fund gjetën një rrugdalje. Nuk doja ta shije këtë, përshpëriti Fiona mes dënesave. Nuk doja ta shihte askush. Doja vetëm të rregulloja shtëpinë, Artan. Vetëm kaq. Tavani pikonte, instalimet elektrike ishin të vjetra, kisha frikë se mos i ndodhte diçka besës. Shkova në bankë, ma refuzuan kredin. Pastaj u shfaq ky burr, duke thënë se mund të më ndihmonte, se kamatat ishin të ulta, se ishte e lehtë. Dhe unë e besova. Isha idiote dhe e besova. Artani e largoi vetëm sa për ta parë në fytyrë, duke i fshirë lotët me gishtat e mëdhenj. Nuk ishe idiote. Ishe e dëshpëruar. Dhe unë duhet të kisha qenë aty për të ndihmuar. Por nuk isha. Dhe ky është faji im, jo yti. Fiona tundi kokën, duke u përpjekur të fliste, por Artani nuk e la. Dëgjo, Fiona. Nuk do të qëndrosh këtu as edhe një minutë më shumë. Unë e kam paguar borxhin tënd. Je e lirë. Dhe ne do të dalim prej këtu tani, bashkë. Por ata thanë se duhej të qëndroja deri nesër, filloi Fiona, por Artani e ndërpreu përsëri. Nuk më intereson çfarë thanë ata. Ti do të vish me mua. Tani. Një nga rojet e sigurisë u afrua, por Artani e pa me një vendosmëri që e bëri burrin të hezitonte.
Ai e dinte se Artani kishte para, e dinte se kishte ndikim, e dinte se nuk ishte ide e mirë të kërkoje sherr me dikë si ai. Roja ngriti supet dhe u kthye në postin e tij. Artani e kapi Fionën për dorë dhe e drejtoi drejt daljes. Ajo e ndiqte në heshtje, ende duke u dridhur, ende duke përpunuar atë që po ndodhte. Kur më në fund dolën nga magazina dhe ajri i freskët i natës i goditi në fytyrë, Fiona mori frym thellë, sikur të kishte qenë e bllokuar nën ujë dhe më në fund të merrte ajër përsëri. Artani i hapi derën e makinës, priti derisa ajo hyri dhe vetëm atëherë shkoi në anën e shoferit. Ndezi makinën, vuri një muzikë të ulët në radio, një këngë të vjetër që luej kur ata ishin ende të lumtur, dhe filloi t'i jepte makinës për t'u kthyer në Tiranë. Ata qëndruan në heshtje për një kohë të gjatë. Fiona shikonte nga dritarja, duke parë dritat e qytetit që afroheshin pak nga pak, dhe Artani i jepte makinës i përqendruar, por me mendjen në 1000 vende në të njëjtën kohë. Kishte kaq shumë gjëra që donte të thoshte, kaq shumë gjëra që duhej të thoshte, por nuk dinte nga t'ia fillonte. Ishte Fiona ajo që theu heshtjen. Pse e bëre këtë? Artani e pa për një çast, pastaj i ktheu syt në rrugë. Pse mendon ti? Fiona tundi kokën. Nuk e di. Kan kaluar 3 vjet që mezi flasim. Ti ke jetën tënde, unë kam timen. Nuk duhej të ishe përfshirë në këtë. Artani shtrëngoi timonin më fort. Fiona, ti je nëna e vajzës sime. Vërtet mendon se do të lija të merreshe vetëm me një situatë të tillë? Fiona qëndroi në heshtje për një moment, pastaj lëshoi një të qeshur të hidhur. Më le, Artan. Më ke lënë të merrem vetëm prej shumë kohësh. Fjalia e goditi Artanin si një grusht në stomak. Ai e dinte se ajo kishte të drejtë. E kishte lënë vërtet. Jo me qëllim, jo sepse nuk i interesonte, por sepse kishte qenë frikacak. Sepse e kishte lënë krenarin të fliste më fort. Sepse kishte menduar se parat e pensionit ishin të mjaftueshme, se prania mund të zëvendësohej me rehati financiare. E di, tha Artani me zë të ulët. E di që kam dështuar me ty dhe nuk ka justifikim për këtë. Por unë jam këtu tani. Dhe nuk do të iki përsëri. Fiona ktheu kokën për ta parë, e befasuar. Çfarë do të thuash me këtë? Artani e ndaloi makinën në një anë të rrugës, fiku motorin dhe u kthye për t'u përballur me Fionën. Duhej ta thoshte. Duhej të nxirrte jashtë gjithçka që kishte mbajtur për 3 vjet. Unë kur nuk kam pushuar së dashuri, Fiona. Kur? Bëra sikur e kisha kaluar, bëra sikur isha mirë vetëm, por ishte gënjeshtër. Mendoj për ty çdo ditë. Zgjohem në mes të natës dhe e gjej veten duke menduar nëse je mirë, nëse je e lumtur, nëse ke nevojë për diçka. Dhe sot, kur Besa më telefonoi duke më thënë se ishe zhdukur, ndjeva se bota kishte marrë fund. Sepse kuptova se mund të humbisja vërtet. Dhe se nëse kjo do të ndodhte, do të ishte faji im. Sepse nuk luftova për ty sepse e lash punën të ishte më e rëndësishme se ne. Sepse isha një idiot. Fiona po qante përsëri, por këtë herë ishte një e qarë ndryshe. Një e qarë lehtësimi, çlirimi, emocionesh që kishin mbetur të bllokuara për shumë kohë. Edhe unë kur nuk kam pushuar së dashuri, Artan, tha ajo, me zë të dridhur. U përpoqa. U përpoqa shumë. Por nuk munda. Sa herë që shikoja Besën dhe shija syt e tu, shija ty dhe më dhemte. Më dhemte shumë. Pse nuk më kërkove? Pyeti Artani. Pse nuk më the se kishe nevojë për ndihmë? Fiona fshiu lotët me kurrizin e dorës. Krenaria, mendoj. Nuk doja të mendoje se isha kthyer vetëm për shkak të parave. Dhe kisha frikë të dëgjoja një ta thash unë, e di? Të dëgjoja se ti kishe të drejtë, se nuk do t'ja dilja dot vetëm. Artani i kapi dorën dhe e shtrëngoi fort. Nuk do ta thosha kur këtë, Fiona. Kur? Ti e gruaja më e fortë që njoh. Ti e rrite vajzën ton praktikisht vetëm. Ti punove, studiova, i bëre të gjitha në të njëjtën kohë. Ti je e mrekullueshme. Dhe unë isha një idiot që nuk ta thash këtë më parë. Ata qëndruan aty, të ndalur në anë të rrugës, të kapur për dore, duke qarë së bashku për herë të parë në 3 vjet. Dhe kur më në fund u puthën, ishte sikur koha të ishte kthyer pas, sikur të gjitha gabimet, të gjitha dhimbjet, të gjitha mërit të ishin fshirë në atë moment të vetëm.
U kthyen në rrugë në heshtje, por ishte një heshtje e rehatshme tani, plot premtime të pathëna por të kuptuara. Kur arritën te pallati I Fionës, tashmë kishte kaluar mesnata. Ngjitën shkallët ngadalë, të kapur për dore, dhe kur hyn në apartament, gjetën Besën duke fjetur në divanin e Teto Luljes, me arushin e pelushit të shtrënguar fort në gjoks. Teto Lulja u ngrit kur I pa, e lehtësuar. Faleminderit Zotit që u kthyet. Vajza ishte aq e shqetësuar sa nuk donte as të flinte në krevat. Tha se do të priste mamin të kthehej. Fiona e mori të bien në krah me kujdes, duke u përpjekur të mos e zgjonte, dhe e çoi në dhomë. Artani e ndoqi pas, falenderoi Teto Luljen dhe mbylli derën e apartamentit. E ndihmoi Fionën ta vendoste Besën në krevat, e mbuloi me batanie dhe qëndroi aty për një moment, vetëm duke parë të bien të flinte. Ajo duket kaq e vogël, pëshpëriti Artani. Kaq e brisht. Fiona u afrua dhe I kapi krahun. Ajo është e fortë, Artan. Më e fortë se sa e imagjinojmë ne. Artani pa Fionën dhe pa tek ajo të njëjtën brishtësi, të njëjtën forcë. Dhe kuptoi se kishte shpërdoruar 3 vjet të jetës së tij larg 2 njerëzve që donte më shumë në botë. Nuk do të shpërdoronte më asnjë. Nëse do të ishit në vendin e Artanit, do të kishit shkuar ta merrnit Fionën apo do të kishit bërë diçka tjetër? Na tregoni në komente. Qëndruan aty për pak kohë, vetëm duke vëzhguar Besën të flinte, derisa Fiona filloi të lëkundej nga lodhja. Artani e kapi për krahu dhe e çoi në sallon. Ajo ul në divan, ende me fustanin e ngushtë dhe grimin e prishur, duke I shumë e raskapitur për të lëvizur. Shko bëj një dush, tha Artani butësisht. Unë ri këtu me Besën. Nuk shkoj askund. Fiona pohoi me kokë dhe shkoi në banjë. Artani dëgjoi ujin të rrite, e dëgjoi duke qarë lehtë në dush, dhe ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Ajo I kishte mbajtur të gjitha vetëm për kaq shumë kohë sa tani që më në fund kishte dik për të ndarë dhimbjen, ajo po shkërmoqej. Kur Fiona doli nga dushi, e veshur me një bluzë të vjetër dhe pantallona tutash, me fytyrën e pastër dhe flokët e lagur, ajo dukej një person tjetër. Më e re, më e lehtë, më vetvetja. U ul në divan pranë Artanit dhe mbështeti kokën në supin e tij. Faleminderit, pëshpëriti ajo. Për gjithçka. Artani I kaloi krahun mbi supe dhe e tërhoqi më afër. Nuk ke nevojë të falenderosh. Duhet ta kisha bërë këtë shumë kohë më parë. Ata qëndruan aty, të përqafuar në divan, në heshtje, derisa Fiona fjeti. Artani nuk lëvizi, nga frika se mos e zgjonte. Qëndroi aty gjithë natën, duke e mbajtur në krah, duke ndjer peshën e saj kundër gjoksit dhe duke menduar për gjithçka që kishte ndodhur në 24 orët e fundit. Kishte qenë një ditë që ndryshoi gjithçka. Një ditë që e detyroi të përballej me gabimet e tij, dështimet e tij, gënjeshtrat e tij. Një ditë që e bëri të kuptonte se parat nuk blinin dashuri, se suksesi nuk mbushte vetmin, se prania ishte e vetmja dhuratë që kishte vërtet rëndësi. Kur dielli filloi të linte, duke ndriçuar sallonin përmes perdeve të vjetra dhe të grisura, Artani pa përreth apartamentit dhe bëri një premtim të heshtur. Do t'i rregullonte të gjitha. Do të rregullonte shtëpinë. Do të rregullonte jetën e Fionës. Do të rregullonte familjen e tyre. Sepse kishte mësuar në mënyrën më të keqe të mundshme se disa gjëra nuk mund të prisnin. Se disa njerëz nuk mund të liheshin pas. Se disa shanse nuk ktheheshin. Dhe ai nuk do ta shpërdoronte shansin që fati I kishte dhënë. Besa u zgjua herët, si gjithmonë, dhe erdhi me vrap në sallon ende me pijame. Kur pata atin aty në divan me të ëmën që flinte në krahët e tij, ajo ndaloi dhe mbeti duke parë, sikur nuk mund ta besonte atë që po shihte. Pastaj, ngadalë, një buzëqeshje e madhe I u hap në fytyrë. Babi, ti qëndrove, tha ajo, me zërin plot gëzim. Artani I bëri shenjë të fliste më ulët për të mos zgjuar Fionën. Qëndrova, po. Dhe do të vazhdoj të qëndroj. Besa u hodh në divan dhe u shtrydh mes të dyve, duke I përqafuar prindërit me gjithë forcën që një trup I vogël mund të kishte. Dhe aty, në atë apartament modest, në atë divan të vjetër, me dritën e diellit që hynte përmes të çarave të perdeve, Artani ndjeu diçka që nuk e ndjente prej shumë kohësh. Ndjeu se më në fund ishte në shtëpi. Ditët që pasuan ishin të çuditshme, por në një mënyrë të mirë.
Artani anuloi të gjitha mbledhjet e javës, delegoi përgjegjësitë të menaxherët e palestrave dhe vendosi që për herë të parë në vite do të vinte familjen në vend të parë. Fjeti në divanin e apartamentit të Fionës, zgjoi herët për të bërë mëngjes me Besën para shkollës, e çonte në portë dhe e merrte në fund të pasdites. Natën, pasi vajza shkonte të flinte, ai dhe Fiona bisedonin me orë të tëra, duke folur për gjithçka që nuk kishin folur në 3 vitet e fundit. Ishte një rindërtim i ngadalt, delikat, plot kujdes. Nuk ishte një përrall ku gjithçka zgjidhej me një puthje. Ishte reale, me të gjitha vështirësitë që realiteti mbarte. Kishte momente heshtjeje të sikletshme, momente kur mëritë e së kaluarës dilnin në sipërfaqe, momente kur të dy duhej të merrnin frym thellë dhe të kujtonin pse po përpiqeshin përsëri. Por kishte edhe momente të mira. Të qeshura spontane ndërsa përpiqeshin të gatuanin së bashku dhe digjnin orizin. Vështrime që kryqëzoheshin dhe thoshin më shumë se 1000 fjalë. Besa që vraponte nëpër sallon dhe u hidhej të dyve, duke u kërkuar të luanin me të siç bënin kur ishte e vogël. Dhe ishin në këto momente që Artani kuptonte se po bënte gjën e duhur. Se ishte, më në fund, aty ku duhej të ishte. Të hënën pasuese, Artani punsoi një inxhinier për të bërë një kontroll të plot të apartamentit. Raporti erdhi dhe ishte më keq se sa e imagjinonte. Rrjedhja në tavan kishte kompromentuar një pjesë të strukturës, instalimet elektrike ishin të vjetruara dhe të rrezikshme, kishte infiltrim në muret e banjës dhe tubat e kuzhinës ishin të gërryer. Inxhinieri rekomandoi një rinovim urgjent. Artani nuk hezitoi. Punsoi një ekip të besuar, autorizoi të gjitha riparimet e nevojshme dhe i tha Fionës se ajo dhe Besa mund të qëndronin në apartamentin e tij luksos ndërsa bëhej rinovimi. Fiona kundërshtoi në fillim, tha se nuk donte të bëhej barë, se mund të qëndronin me teto luljen, por Artani ishte i prerë. Nuk ishte të bëhej barë. Ishte të rindërtohej. Dhe rindërtimi kërkonte që ata të ishin bashkë. Zhvendosja e përkohshme në apartamentin luksos ishte një shok kulturor për Besën. Ajo u mahnit me madhësinë e apartamentit, me pamjen e qytetit, me pishinën në tarac dhe palestrën private. Por ajo që e bëri më të lumtur nuk ishin lukset. Ishte fakti që zgjohej çdo ditë dhe shihte babin dhe mamin duke pirë kafe së bashku. Ishte ti kishte të dy të pranishëm në kohën e darkës. Ishte të mund të shihte një film në divanin gjigant të sallonit me mamin nga njëra anë dhe babin nga tjetra. Fiona, nga ana tjetër, ndiej e huaj. Ajo nuk i përkiste asaj bote prej mermeri dhe xhami, shërbëtoresh dhe komoditetesh. Përpiqej të ndihmonte në kuzhinë, por kuzhinierja tashmë i kishte të gjitha të organizuara. Përpiqej të rregullonte dhomën, por pastruesja tashmë e kishte bërë. Ajo ndihej e padobishme, si një pushtuese në përpjekjen e saj për një fillim të ri. Artani e kuptoi këtë një natë, kur e gjeti Fionën në balkon, duke parë qytetin e ndriçuar me një shprehje të trishtë. U ul pranë saj dhe qëndroi në heshtje për një moment, vetëm duke ndjer praninë e saj. Ti nuk je e lumtur këtu, tha ai. Nuk ishte një pyetje. Fiona pshertiu. Nuk është kjo. Unë thjesht nuk ndihem si në shtëpi. Gjithçka këtu është kaq perfekte. Kaq e organizuar. Kaq ndryshe nga unë. Artani i kapi dorën. Fiona, kjo shtëpi nuk është një vatër. Është një vend i bukur, por bosh. E di ku jam ndjerë si në shtëpi vërtet në 3 vitet e fundit? Në atë divan të vjetër të apartamentit tënë. Me ty dhe me Besën. Aty po, ishte një vatër. Fiona e pa, syt i shkëlqenin. Atëherë pse nuk e shite këtë vend dhe nuk erdhe të jetoje me ne? Sepse jam një idiot krenar, u përgjigj Artani me një buzëqeshje të trishtë. Por po mësoj. Dhe nëse më jep një shans, do të provoj se mund të jem më pak idiot. Fiona qeshi. Ishte e qeshura e parë e saj e sinqert që kur kishin filluar të flisnin përsëri. Dhe me atë të qeshur, diçka ndryshoi. Tensioni u ul, natyrshmëria u kthye dhe për herë të parë që kur ishin ndarë, të dy arritën të relaksoheshin në praninë e njëri tjetrit. Javët kaluan dhe rinovimi i apartamentit përfundoi. Rezultati befasoi edhe Artanin. Ekipi kishte bërë një punë të përsosur. Tavani ishte i ri, instalimet elektrike ishin ndërruar plotësisht, tubat ishin zëvendësuar, muret ishin lyer, dyshemeja ishte rinovuar. Apartamenti ishte i panjohshëm.
Vazhdonte të ishte i vogël, vazhdonte të ishte modest, por tani ishte i sigurt, i rehatshëm, një vatër e vërtetë. Kur Fiona pa rezultatin, nuk mundi t'i mbante lotët. Ishte më shumë se një rinovim. Ishte një provë se Artani po e merrte seriozisht. Se ai po investonte jo vetëm para, por kujdes, vëmendje, prani. Besa ishte euforike. Vrapoi nga një dhomë në tjetrën, duke admiruar gjithçka, duke u hedhur në krevatin e ri, duke provuar dritat e dhomës që tani funksiononin në mënyrë perfekte. Dhe kur më në fund u lodh së eksploruari, u hodh në divanin e ri dhe tha, me atë sinqeritet brutal të fëmijëve, fjalin që bëri zemrën e Artanit dhe Fionës të shpërthenin në të njëjtën kohë. Tani mungon vetëm babi të jetoj këtu me ne dhe do të jemi përsëri një familje. Artani dhe Fiona pan njëri tjetrin. Asnjëri nuk u përgjigj menjëherë, por të dy e dinin se ajo fjali kishte mbjell një farë. Një mundësi. Një të ardhme që më parë dukej e pamundur, por që tani, në një farë mënyre, filloi të dukej reale. Atë natë, pasi Besa shkoi të flinte, Artani dhe Fiona qëndruan duke biseduar në sallon. Biseda filloi rastësisht për ditën, për shkollën e vajzës, për planet për fundjavë. Por pak nga pak u bë më e thellë, më e sinqertë, më e brishtë. A pendohesh që u martove me mua? Pyeti Fiona pa pritur. Artani u befasua nga pyetja. Kur? As për një sekondë. Atëherë pse na le të ndaheshim? Artani mori frym thellë. Sepse kisha frikë. Frikë se nuk do të isha i mjaftueshëm. Frikë se do të dështoja. Frikë se ti do të kuptoje se kishe zgjedhur personin e gabuar. Kështu që u zhytja në punë, sepse në punë dija si të kisha sukses. Dija si të fitoja. Por me ty dhe me Besën, kur nuk e dija nëse po bëja gjën e duhur. Dhe në vend që të pyesja, në vend që të përpiqesha, unë ika. Fiona qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, duke e përpunuar. Pastaj foli, me zë të ulët por të vendosur. Edhe unë kisha frikë. Frikë se nuk do të isha e mjaftueshme. Frikë se ti do të më shikoje një ditë dhe do të kuptoje se unë isha vetëm një grua e zakonshme, pa shkëlqim, pa sofistikim. Frikë se do të lodheshe me mua. Artani ju afrua dhe i kapi fytyrën mes duarve. Fiona, ti kur nuk e qenë e zakonshme. Ti e personi më jashtëzakonshëm që njoh. Dhe unë isha i verbër që nuk e pash këtë më parë. Ata u puthën përsëri, por këtë herë ishte ndryshe. Nuk ishte një puthje pasionante, e dëshpëruar. Ishte një puthje e një fillimi të ri. E faljes. E premtimit. Muajt në vijim ishin të përshtatjes. Artani nuk u kthye të jetonte zyrtarisht në apartamentin e Fionës, por kalonte pjesën më të madhe të kohës atje. Flinte në divan disa net, kthehej në apartamentin luksos në të tjera, por gjithmonë ishte i pranishëm. Gjithmonë ishte i disponueshëm. Gjithmonë ishte aty. Fiona i u kthye studimeve. Ajo e kishte braktisur fakultetin e pedagogjisë kur lindi Besa, por tani Artani e inkurajoi ta rifillonte. I pagoi regjistrimin, e ndihmoi me oraret, qëndronte me Besën kur Fiona duhej të shkonte në leksionet e mbrëmjes. Dhe pak nga pak, Fiona po rizbulonte ëndra që i kishte varrosur shumë kohë më parë. Besa lulëzoi. Notat e saj u përmirësuan në shkollë, ajo filloi të buzëqeshte me lehtësi, bëri miqësi të reja. Mësuesja i komentoi Fionës se vajza ishte më e sigurt, më pjesëmarrëse. Dhe Fiona e dinte pse. Për herë të parë në jetë, Besa ndihej e sigurt. E sigurt se kishte një baba dhe një nën që e donin. E sigurt se nuk do të zgjohej një ditë dhe do të zbulonte se dikush ishte zhdukur. Teto Lulja vëzhgonte gjithçka nga larg, me atë buzëqeshje diskrete të dikujt që ka jetuar shumë dhe ditë njoh kur dashuria po gjen rrugën e saj të kthimit. Ajo gjithmonë linte një pjatë me kek gati për Besën, gjithmonë ishte e disponueshme për të shkëmbyer një fjalë me Fionën, gjithmonë e përshëndeste Artanin me një tundje të ngrohtë të kokës. Ajo ishte bërë pjesë e asaj familjeje të arnuar, një lloj gjysheje adoptuese që të gjithë e donin dhe e respektonin. Ishte një pasdite të diele, 6 muaj pas asaj telefonate që ndryshoi gjithçka, që Artani mori vendimin përfundimtar. Ai ishte në apartamentin luksos, duke parë përreth asaj hapësire të madhe dhe boshe, dhe kuptoi se nuk i përkiste më aty. Ai vend përfaqësonte gjithçka që ai kishte qenë. Ambicioz, i vetmuar, i fokusuar në gjëra të gabuara. Por ai nuk ishte më ai person. Kishte ndryshuar.
Dhe ishte koha ta linte të kaluarën pas vërtet. I telefonoi një agjencie imobiliare dhe e nxori apartamentin në shitje. Nuk do t'i duhej më. Nuk e donte më. Donte diçka më të vogël, diçka më të thjeshtë, diçka që mund ta quante shtëpi. Dhe e dinte saktësisht se ku ishte ajo shtëpi. Atë natë, shkoi në apartamentin e Fionës me një kuti të vogël në xhep. Darkuan të tre së bashku, siç kishin bërë kaq shumë herë në muajt e fundit. Besa foli e emocionuar për festën e ditëlindjes së një shoqeje. Fiona komentoi për një detyrë të fakultetit dhe Artani qëndroi aty, vetëm duke dëgjuar, vetëm duke përthithur, duke ndier një paqe që nuk e dinte se ishte e mundur ta ndjente. Pas darkës, ndërsa Besa lante dhëmbët në banjë, Artani i kërkoi Fionës të ulej në divan. Ajo ju bind, kureshtare, dhe ai u gjunjëzua para saj, duke nxjerrë kutin nga xhepi. Fytyra e Fionës u zbardh. Artan, çfarë po bën? Fiona Dervishi, filloi Artani, me zërin që i dridhej por të vendosur, unë shpërdorova 3 vjet të jetës sime larg teje. 3 vjet që nuk do t'i rikuperoj kurrë. Por mësova nga gabimet e mia, mësova se parat nuk blejnë lumturi. Mësova se suksesi nuk vlen asgjë nëse nuk ke askënd për ta ndarë. Mësova se prania është e vetmja dhuratë që ka vërtet rëndësi. Dhe unë dua ta kaloj pjesën tjetër të jetës sime duke të dhënë këtë dhuratë. Dua të zgjohem pranë teje çdo ditë. Dua të shoh të studiosh dhe të realizosh ëndrat e tua. Dua ta shoh Besën të rritet me ne bashkë. Dua të ndërtoj një vatër të vërtet, jo një shtëpi të bukur dhe boshe. Dua ty martohesh me mua përsëri? Fiona po qante, duart i dridheshin, sytë të ngulitur te kutia që Artani mbante. Ajo hapi gojen për të folur, por nuk mundi. Vetëm pohoj me kokë, koka i lëkundej furishëm, lotët i rridhnin në përfytyrë. Artani i vuri unazën në gisht, një unazë e thjesht por e bukur, dhe e tërhoqi në një përqafim të ngushtë. Dhe ishte atëherë kur Besa doli nga banja, me pijame dhe me furçën e dhëmbëve në dorë, dhe pa prindërit të përqafuar dhe duke qarë. Çfarë ndodhi? Pyeti ajo, e frikësuar. Artani dhe Fiona u larguan dhe hapën krahët për të. Besa vrapoi dhe u hodh në mes të dyve dhe Artani foli me zë të emocionuar. Ne do të martohemi përsëri, Besa. Ne do të jemi një familje përsëri. Besa bërtiti nga gëzimi aq fort sa teto lulja i ramurit, por po qeshte edhe ajo, sepse të gjithë në katë kishin dëgjuar dhe të gjithë ishin të lumtur. Vajza filloi të kërcente nëpër sallon, duke kënduar se do të kishte dasmë, se do të ishte shoqëruese e nuses, se do të vishte një fustan të bukur. Dhe Artani, duke parë Fionën dhe Besën, ndjeu se më në fund kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithë jetën. Nuk ishte sukses. Nuk ishte para. Nuk ishte njohje. Ishte kjo. Këta 2 njerëz. Kjo dashuri. Kjo familje. Dasma ishte e thjeshtë, në një ceremoni të vogël me pak të ftuar. Teto Lulja ishte atje, duke qarë e emocionuar. Sonila, menaxherja e dyqanit ku punonte Fiona, ishte atje. Gjapali, i zoti i barit që kishte shënuar targën e makinës dhe e kishte ndihmuar Artanin të gjente Fionën, ishte atje. Dhe sigurisht Besa ishte atje, e bukur me një fustan roz, duke mbajtur unazën me aq kujdes sa dukej se po mbante një thesar. Kur Artani dhe Fiona shkëmbyen betimet, nuk ishin betime të mësuara përmendësh apo të inskenuara. Ishin fjalë nga zemra. Premtime reale. Angazhime të vërteta. Dhe kur gjyqtari i gjendjes civile tha se mund të putheshin, puthja u vulos me duar trokitje dhe lot gëzimi nga të gjithë të pranishmit. Festa u bë në vet apartamentin, me ushqim shtëpie, muzikë të thjeshtë dhe shumë të qeshura. Nuk kishte luks, nuk kishte bujë, por kishte diçka shumë më të vlefshme. Kishte dashuri. Kishte prani. Kishte familje. Natën, pasi të gjithë u larguan dhe Besa më në fund fjeti e raskapitur nga emocionet, Artani dhe Fiona qëndruan në balkonin e vogël të apartamentit, duke parë qiellin me yje të Tiranës të përqafuar në heshtje. A pendohesh? Pyeti Fiona pa pritur. Artani qeshi. Për çfarë? Që hoqe dorë nga apartamenti luksos, nga luksi, nga gjithçka. Për të ardhur të jetosh në një apartament të vogël me ne. Artani e tërhoqi më afër dhe i puthi ballin. Fiona, unë nuk hoqa dorë nga asgjë. Unë fitova gjithçka. Fitova ty, fitova Besën. Fitova një familje.
Kjo këtu, bëri një gjes duke përfshirë apartamentin e vogël, është më shumë se sa mund të kisha ëndërruar. Fiona buzëqeshi dhe mbështeti kokën në gjoksin e tij. Të dua, Artan. Edhe unë të dua. Gjithmonë të kam dashur. Dhe gjithmonë do të dua. Dhe aty, në atë apartament modest, në atë balkon të vogël, në atë qiell me yje, Artan Hoxha më në fund e kuptoi kuptimin e pasurisë. Nuk kishte të bënte me para. Kishte të bënte me të qenit aty ku I përkisje. Me të qenit me ata që doje. Me të pasurit atë që kishte vërtet rëndësi. Dhe për herë të parë në shumë kohë, ai u ndjej I pasur vërtet. Vitet në vijim ishin të ndërtimin. Jo ndërtimi I shpejt dhe artificial që Artani njihte nga bota e biznesit, por ndërtimi I ngadalë dhe I qëndrueshëm I një familjeje që ishte thyer dhe tani po arnohej pjesë ditë pas dite. Artani shiti gjysmën e palestrave të tij dhe filloi të punonte më pak. Jo sepse nuk I pëlqente ajo që bënte, por sepse kishte mësuar se ekuilibri ishte thelbësor. Rezervonte mëngjeset për të çuar Besën në shkollë, pasditet për të punuar dhe mbrëmjet për të qenë me familjen. Në fundjavë nuk u përgjigjej telefonatave të punës. Ishin ditë të shenjta, të rezervuara për shëtitje në park, dreka të gjata, filma në divan. Fiona u diplomua në pedagogji me rezultate të shkëlqyera. Artani ishte në audiencë ditën e diplomimit, duke mbajtur Besën në krah edhe pse ajo ishte tashmë shumë e madhe për këtë, duke qarë nga krenaria kur Fiona u ngjit në skenë për të marrë diplomën. Ajo gjeti një punë në një shkollë publike, duke punuar me fëmijë nga familje në nevojë, dhe gjeti aty qëllimin që kishte kërkuar gjithë jetën. Kthehej në shtëpi çdo ditë me histori, me sfida, me atë shkëlqim në sy të dikujt që po bënte ndryshim në botë. Besa u rrit. Pushoi se qeni ajo vajzë e friksuar 8 vjeçare që kishte kaluar natën zgjuar duke pritur mamin të kthehej. U bë një para-adoleshente e zgjuar, kërkuese, plot opinione dhe ëndra. Ajo donte të bëhej mjeke. Donte të ndihmonte njerëzit. Dhe Artani e dinte saktësisht nga vinte ajo dëshirë për të kujdesur për të tjerët. Vinte nga ama që kishte kaluar gjithë jetën duke u kujdesur për të vetëm. Vinte nga ati që kishte mësuar shumë vonë se të kujdeseshe ishte më e rëndësishme se të siguroje. Ishte një pasdite të shtune, 2 vjet pas martesës, që jeta e tyre mori një kthes tjetër. Fiona nuk po ndihej mirë prej disa ditësh. Ishte e lodhur, I përzihej, ishte e irrituar. Artani këmbënguli që ajo të shkonte te mjeku dhe kur erdhi rezultati I analizave, të dy mbetën të shokuar. Fiona ishte shtatzën. Ata nuk e kishin planifikuar. Ishin tashmë më të mëdhenj, Besa ishte 10 vjeç, jeta më në fund ishte organizuar. Por kur tronditja fillestare kaloi, erdhi gëzimi. Një gëzim I pamas, transformues. Besa ishte euforike me lajmin. Do të kishte një vëllaçko ose një motër. Kaloi javë të tëra duke zgjedhur emra, duke bërë vizatime për të dekoruar dhomën e foshnjës, duke bërë plane. Dhe sa herë që dikush e pyeste nëse ishte xheloze, ajo përgjigjej me atë sinqeritet brutal që nuk e braktisi kurrë. Xheloze për çfarë? Tani do të jemi një familje edhe më e madhe. Më parë kisha vetëm babin dhe mamin. Tani do të kem edhe një foshnjë. Është shumë më mirë. Shtatzënia ishte e qetë. Fionës I përzihej në mëngjes, humori I luhatjej, barku I rritej, por ajo ishte rrezatuese. Artani nuk humbi asnjë vizitë para lindjes. Ishte I pranishëm në çdo ekografi, në çdo analizë, në çdo moment. Dhe kur zbuluan se ishte djalë, ai qau. Do të kishte një djalë. Një djalë për të arritur, për ta mësuar, për të qenë I pranishëm që nga dita e parë. Ata vendosën ta quanin foshnjën Genti. Fiona zgjodhi emrin sepse ndjente se ai fëmijë ishte vërtet një mesazh. Një mesazh se kur nuk ishte vonë për të rifilluar. Se gabimet mund të korrigjoheshin. Se familjet mund të rindërtoheshin. Teto Lulja thuri batanie dhe rroba. Sonila organizoi një festë për foshnjën në dyqan. Gja Pali porositi një tortë të madhe me frazën mirë se erdhe Genti të shkruar me krem blu. Komuniteti I vogël që ishte formuar rreth asaj familjeje po vibronte së bashku, po festonte së bashku, po rritej së bashku. Por jo gjithçka ishte lule. Disa javë para lindjes, ndodhi diçka që e ktheu të kaluarën në një mënyrë të papritur.
Artani po dilte nga puna kur një makinë e zezë ndaloi pranë tij në parking. Dritarja u ul dhe fytyra që u shfaq ishte një fantazm që ai ishte përpjekur ta harronte. Ishte burri që i kishte kërkuar borxhin Fionës. I njëjti që e kishte çuar në atë magazin. I njëjti që Artani e kishte paguar për ta liruar. Burri buzëqeshi, atë buzëqeshje të ftohtë që nuk i arrinte në sy. Artan, apo jo? Ka kaluar shumë kohë. Artani ndjeu gjakun t'i ngri. Çfarë do? Burri ngriti supet. Thjesht erdha të lajmëroj. Më hoqe një kliente të mirë atëherë. Fiona ishte le të themi një aset i vlefshëm. Dhe mua nuk më pëlqen të humbas asete. Artani shtrëngoi grushtet. Ajo nuk të detyrohet më asgjë. Unë pagova gjithçka. Me kamat. Ti nuk ke më asnjë lidhje me të. Burri qeshi. Është e vërtetë. Por e di si është, biznesi është biznes. Dhe mendova se ndoshta do të doje të investoje në një mundësi të re. Kam disa propozime interesante. Gjëra që mund të sillnin shumë fitim. Artani bëri një hap përpara, me zë të ulët por plot kërcënim. Unë nuk bëj biznes me njerëz si ti dhe nëse i afrohesh familjes sime përsëri, të garantoj se do të pendohesh. Burri i humbi buzëqeshja. Kujdes me kërcënimet, Artan. Ke shumë për të humbur tani. Një grua shtatzën, një vajzë, një apartament. Do të ishte për të ardhur keq nëse do të ndodhte diçka. Artani ndjeu zemërimin të shpërthente, por u kontrollua. E dinte se të reagonte me dhunë ishte pikërisht ajo që ai burr donte. Mori celularin, i bëri një foto makinës, targës, fytyrës së burrit dhe tha, i qetë por i vendosur. Unë kam lidhje. Kam burime. Kam avokat. Dhe kam prova për gjithçka që ke bërë. Nëse ti ose kushtoj lidhur me ty i afrohet familjes sime, unë do t'i përdor të gjitha këto për të shkatëruar. E kuptove? Burri e pa Artanin për një moment të gjatë, duke e vlerësuar. Pastaj i dha një buzëqeshje të detyruar, ngriti xhamin dhe iku. Por Artani e dinte se kjo nuk kishte mbaruar. Njerëz si ai nuk dorëzoheshin lehtë. U kthye në shtëpi me zemrën të shtrënguar, por vendosi të mos i tregonte asgjë Fionës. Ajo ishte shtatzën, kishte nevojë për qetësi, jo për shqetësime. Por forcoi sigurinë. Punësoi një portier për pallatin. Instalo kamerat në korridor. I kërkoi një miku të besuar të mbante syrin për çdo lëvizje të çuditshme. Dhe gjatë javëve në vijim, qëndroi hipervigjilent. E çonte Besën në shkollë dhe e merrte personalisht. Nuk e linte Fionën të dilte vetëm. Kontrollonte kamerat disa herë në ditë. Ishte i raskapitur, por nuk do ta ulte vigjilencën. Jo kur kishte kaq shumë për të humbur. Fiona e kuptoi se diçka nuk shkonte. Je i çuditshëm, Artan, i tha një natë, e ulur në krevat me barkun e madh, duke e parë me shqetësim. Ka ndodhur diçka? Artani hezitoi, por vendosi t'i tregonte. Nuk donte gënjeshtra mes tyre. Jo pas gjithçkaje që kishin kaluar. I tregoi për takimin në parking, për kërcënimet e fshehura, për masat paraprake që kishte marrë. Fiona u zbe. Ajo kishte menduar se ai kapitull ishte mbyllur. Se kur më nuk do t'i duhej të shikonte prapa. Por e kaluara ishte kthyer dhe po kërcënonte të ardhmen që ata kishin ndërtuar me kaq shumë përpjekje. Artani i kapi dorën. Nuk do të lejoj të ndodh asgjë. As ty as Besës. As Gentit. Unë ju mbroj. Gjithmonë. Fiona i shtrëngoi dorën. E di. Por ne mbrohemi bashk, në rregull. Mos bëj gjithçka vetëm përsëri. Ne jemi një ekip tani. Artani pohoi me kokë. E kishin mësuar mësimin. Së bashku ishin më të fortë. Së bashku do të arrinin të përballonin gjithçka. Ditët kaluan dhe asgjë nuk ndodhi. Nuk pati më shfaqje, nuk pati më kërcënime. Artani filloi të relaksoi pak nga pak, duke menduar se ndoshta burri kishte hequr dorë, se ndoshta demonstrimi i forcës kishte qenë i mjaftueshëm. Dhe pastaj lindi Genti. Ishte një lindje e qetë në një mëngjes të enjteje. Artani ishte në sallën e lindjes, duke i mbajtur dorën Fionës, duke i përshpëritur fjalë inkurajimi, duke i fshirë djersën nga balli.
Dhe kur foshnja më në fund lindi, kur e qara jehoj në përsall, Artani ndjeu gjoksin t'i shpërthente. Ishte perfekt. I vogël, i kuq, me sytë e mbyllur dhe grushtet e shtrënguara. Genti. Djali i tij. Prova e gjallë se rifillimet ishin të mundshme. Besa i njohu vëllaçkon ditën tjetër. Hyri në dhomën e spitalit me teto luljen, pa foshnjën në djep pranë krevatit të mamas dhe mbeti e paralizuar. Pastaj, ngadalë, u afrua dhe preku dorën e vogël të Gentit me gisht. Ai është kaq i vogël, përshpëriti ajo, e mahnitur. Përshëndetje Genti. Unë jam motra jote e madhe. Dhe unë do të kujdesem për ty gjithmonë. Artani dhe Fiona pan njëri tjetrin, syt plot lodh. Kishin krijuar diçka të bukur. Diçka reale. Diçka që ja vlente çdo gabim, çdo dhimbje, çdo rifillim. U kthyen në shtëpi disa ditë më vonë. Apartamenti ishte dekoruar me tullumbace blu dhe një pankartë mirëseardhjeje që teto Lulja e kishte varur në derë. Fqinja kishte përgatitur ushqim për një javë të tërë, kuti të organizuara me kujdes në frigorifer. Sonila kishte dërguar lule. Gjapali kishte dërguar një shport me fruta me një shënim, për familjen më të bukur të Tiranës. Muajt e parë me një të porsalindur ishin sfidues. Net pa gjumë, pelena të pafundme, të qara që nuk pushonin, lodhje e akumuluar. Por Artani ishte i pranishëm në gjithçka. Zgjoi në mes të natës për të ndëruar Gentin, e përkundte kur Fiona kishte nevojë të pushonte, këndonte ninulla të shfrenuara që e bënin besën të qeshte. Dhe ishte në një nga këto net, me Gentin më në fund duke fjetur në djep, besën duke gërhitur lehtë në dhomën ngjitur dhe Fionën të fjetur nga raskapitja në divan, që Artani pati një moment qartësie absolute. Pa përreth apartamentit të vogël. Saloni me lodra të shpërndara. Kuzhina me biberona që thaheshin në kulluese. Korridori me foto të familjes të varura në mure. Kjo nuk ishte perfekte. Ishte e çrregull, ishte e zhurmshme, ishte e lodhshme. Por ishte reale. Dhe ishte e tyre. Dhe aty, në atë moment heshtjeje të rrallë, Artani më në fund bëri paqe me të kaluarën. Pranoi se kishte gabuar. Pranoi se kishte humbur kohë. Pranoi se kur nuk do t'i rikuperonte vitet që shpërdoroi. Por gjithashtu pranoi se e tashmja ishte një dhuratë. Dhe se e ardhmja ishte një premtim që ai do ta nderonte çdo ditë. U ul në divan pranë Fionës, e tërhoqi më afër me kujdes për të mos e zgjuar dhe qëndroi aty vetëm duke vëzhguar. Gjoksi i saj që ngrihej dhe ulej me frymëmarrjen e thellë të gjumit. Flokët e shpupuritur që i binin mbi fytyrë. Dora që pushonte mbi barkun ende pak të fryrë. Ajo ishte gjithçka. Gjithmonë kishte qenë. Dhe ai gati e kishte humbur këtë për krenari, për frikë, për verbëri. Por nuk e kishte humbur. Kishte një shans të dytë. Dhe do ta shfrytëzonte. Vitet në vijim ishin të rritjes. Genti hodhi hapat e parë, tha fjalët e para, bëri prapësitë e para. Besa hyri në adoleshencë plot ide dhe plane. Fiona u bë koordinatore pedagogjike në shkollë. Artani zgjeroi bizneset në mënyrë të ekuilibruar, gjithmonë duke mbajtur familjen si prioritet. Dhe kur më nuk patën lajme nga burri që i kishte kërcënuar. Artani zbuloi më vonë, përmes kontakteve, se subjekti ishte arrestuar për zhvatje në një rast tjetër. Po vuante dënimin. Dhe me siguri do të qëndronte larg për një kohë të gjatë. Ishte një çlirim. Fantazma e fundit e së kaluarës ishte egzorcizuar. Tani mund të jetonin pa frikë. Pa parë prapa. Vetëm përpara. Një mëngjes të diele, 5 vjet pas asaj telefonate që ndryshoi gjithçka, familja ishte në sallon. Genti, tani 4 vjeç, luante me makina në dysheme. Besa, tani 15, studionte për një provim ndërsa ankohej për sasinë e materialit. Fiona lexonte një libër në divan me barkun 6 muajsh shtatzën përsëri, sepse jeta kishte vendosur t'u jepte një surprizë tjetër, këtë herë një vajzë që do ta quanin Elira. Dhe Artani bënte pankeka në kuzhinë, ende të shtrembra, ende të djegura anash, por të bëra me dashuri. Besa ngriti syt nga fletoria dhe pa prindërit. Bëri një pyetje që i kapi të papërgatitur. Babi, mami, a pendoheni për ndonjë gjë? Artani dhe Fiona pan njëri tjetrin. Pastaj, Fiona u përgjigj me sinqeritetin që e karakterizonte gjithmonë. Pendohem që nuk kërkova ndihmë më parë.
që e lash krenarin të më verbonte. Por nuk pendohem për asgjë që ndodhi më pas. Sepse gjithçka që kaluam na solli deri këtu. Artani pohoi me kokë. Unë pendohem që u vonova kaq shumë për të kuptuar çfarë kishte vërtet rëndësi. Që vura punën para jush. Por mësova. Dhe tani e di se familja është gjithçka. Besa buzëqeshi. Ishit shumë kokëfort, e dini? U vonuat shumë për t'u rregulluar. Artani qeshi. Është e vërtet. Ishim vërtet. Por u rregulluat bërtiti Genti nga dyshemeja, pa i hequr syt nga makina. Dhe tani jemi të lumtur. Dhe ishte e vërtet. Ishin të lumtur. Jo në një mënyrë perfekte, të idealizuar si në përralla. Por në një mënyrë reale, të vërtet, të ndërtuar me përpjekje dhe zgjedhje të përditshme. Atë natë, pasi fëmijët fjetën, Artani dhe Fiona qëndruan në balkonin e vogël duke parë qiellin. Fiona kishte dorën në bark duke ndjer Elirën të godiste. Artani ishte i përqafuar me të, mjekra e mbështetur në kokën e saj. Faleminderit, pëshpëriti Fiona. Pse? Që nuk hoqe dorë nga unë. Që erdhe të më merrje atë ditë. Që qëndrove. Artani e shtrëngoi më fort. Unë të falenderoj. Që më dhe një shans të dytë. Që besove se mund të rifilonim. Që e ndërtove këtë këtu me mua. Këtë këtu çfarë? Artani bëri një gjestë duke përfshirë apartamentin, familjen, gjithçka. Këtë. Një vatër. Një familje. Një jetë që ja vlen të jetohet. Fiona u kthye për ta parë. Ja dolëm, apo jo? Ja dolëm. Dhe nuk ishte e lehtë. Por ja vlente çdo lot, çdo vështirësi, çdo rifillim. Ata u puthën ngadalë me qetësinë e dikujt që e di se ka pjesën tjetër të jetës përpara. Dhe kur u ndan, Fiona kishte lot në sy. Të dua, Artan Hoxha. Edhe unë të dua, Fiona Hoxha. Sot, nesër dhe përgjithmonë. Dhe aty, në atë balkon të vogël të një apartamenti modest në komunën e Parisit, në Tiranë, një familje që ishte thyer dhe ishte arnuar vazhdonte të shkruante historinë e saj. Një histori gabimesh dhe suksesesh. Rënjesh dhe rifillimesh. Krenarje të tejkaluar dhe dashurie të rifituar. Një histori që provonte se kur nuk është vonë për t'u kthyer në shtëpi. Kur nuk është vonë për të kërkuar falje. Kur nuk është vonë për të rifilluar. Sepse në fund, ajo që ka rëndësi nuk është sa ke. Është kë ke pranë. Është të zgjohesh çdo ditë dhe të dish se ke njerëz që të duan. Është të kesh një vend ku të kthehesh. Është të kesh një familje për ta quajtur tënden. Dhe Artani, biznesmeni që dikur mendonte se pasuria matej me para, më në fund e kishte mësuar mësimin më të rëndësishëm nga të gjithë. Pasuria e vërtet është të zgjohesh çdo ditë dhe të dish se je pikërisht aty ku duhet të jesh. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Artanit, Fionës dhe Besës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim rifillimesh dhe shansesh të dyta, klikoni butonin e pëlqimit, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Histori dashurie, tejkalimi, faljeje dhe familjeje. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që do t'ju prek emocionet.